Përderisa e ka nonën gjallë, babën gjallë, sa herë neglizhon vizitën e nonës dhe babës. Sa herë nuk i përgjigjet thirrjes sa bia apo sa fëmia nuk ja çon telefonin nonës edhe babës kur ata i thirrin. Pastaj një ditë vjen papritma se humb nanën dhe babain dhe i kujtohet ajo çka ka kalu. Se tash në këto momente ai ndoshta krejt ka me shpenzu gjithë pasurinë e tij, gjithë jetën e tij vetëm edhe një herë t'ja dëgjoje nonës zonin apo babës t'ja dëgjoje zonin. Po në aspektin e njerëzve të dalluar, hoxhallarëve të cilët thirrin për në rrugën e Allahut azza wa jall. Sa herë kemi pas raste që hoxhallar të mirëfillt nuk janë pranuar në mesin e shoqërisë. Dhe kjo jo prej tash, po prej herët, prej shekuj më parë.